Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbashësit. Teleshikues të nderuar, mirë se ju takojmë edhe sonde pranë ekraneve tuaja televizive, duke ju përshëndetur me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e të Madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Teleshikues të nderuar, sot ndodhemi këtu në fshatin Negotin, në oborin e restorant Goxha, për të vazhduar ciklin e emisioneve të muajit të bekuar të Ramazanit, Shkëndija të Udhëzimit, emision që organizohet nga Muftinia e Gostivarit në bashkëpunim me TV Globin. Padyshim se në legjirata që ju keni ndëgjuar gjatë ditëve të këtij muaji të bekuar, ne kemi fol për vlerën dhe rëndësinë e agjerimit, kemi fol edhe rreth asaj se çfarë të mirash fiton besimtari në këtë muaj të bekuar. Prandaj edhe sonte në emisionin ton do të përmendëm disa nga mirësitë të cilat ne ofron ky muaj i bekuar, ky ibadet që është nga ibadetet më të dashura të Allahu xhaleshanu, për ndikimin e agjerimit në ngritjen e vetdijes së njeriu dhe kështu me radhë. Për këtë temë ne sonte kemi ftuar hoxhën e nderuar Etem Efendi Haliti, imam në xhamit e fshatit Negotin. Hoxhë i nderuar, mirë se vini në emisionin Shkëndija të Udhëzimit. Mirë se u gjetë. Ne përmendëm se edhe sonde do të mundohemi në këto minuta që i kemi në dispozicion në këtë kohë më të dashur, në kohën para iftarit, që është një kohë e cila është e dalluar në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Prandaj, a mund na thuani për agjerimin si një shkollë shpirtërore? Mund ta quajmë agjerimin si një shkollë shpirtërore dhe çka mund përfitojmë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa alihi wa sahbihi ajmain. Nderuar Afet Efendi dhe ju kolegë të stafit të TV Globit, unë fillimisht dua të lusë Allahun xhaleshanuhu që juve për mundin e madh që jepni për para përgatitjet dhe realizimet e këtij programeve shumë të bukura dhe shumë të mirëpritura prej popullatës tonë, që Allahu xhaleshanu t'ju shpërbleje për mundin dhe punën e madhe që jeni duke bërë. Dhe dita dua që gjithë besimtarve islam, kudo që janë, këtu edhe ata që na ndjekin jashtë vendit tonë, nëpërmjet internetit dhe mundësive të tjera vizive, t'ju uroj Ramazanin dhe t'ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar të Allahu xhaleshanu. Pyetjen të cilën e bëhet ju Ramazani si shkollë shpirtërore, literatura islame është e përplot me atë se cilat janë ndikimet dhe efektet e Ramazanit në edukimin shpirtëror të njerëzve, dhe unë do të kisha thënë, sikur të mos e kishim Ramazanin, do të ishte desht ta imagjinonim dhe ta organizonin në një mënyrë, por Allahu xhaleshanuhu krijuesi i jon dhe i gjithësisë e din më mirë se çfarë na duhet neve, por çfarë kemi nevojë ne. Agjerimet historikisht kanë qenë disa lloje. Për shembull, agjerimi i Davudit a.s., i cili gjithë jetën ka agjeru një ditë po, një ditë jo. Ne e kemi muajin e Ramazanit, i cili është e bo fars dhe është e obligative në Kur'anin famëlart, dhe ashtu siç na ka porosit Muhammed Mustafaja, dhe nëpërmjet sahabeve, tabeinëve, tebej-tabeinëve dhe ulemaja e kanë pru deri në ditën e sotshme neve në forma dhe mënyra të ndryshme, nëpërmjet të vazhë, nasihateve, nëpërmjet shkrimeve dhe artikujve të ndryshme, nëpërmjet emisioneve ku edhe ju jeni një pjesë e rëndësishme për popullatën tonë në plotësimin e atij boshllëku se çfarë është Ramazani. Ramazani si shkollë shpirtërore, unë para disa ditëve kam lexuar një thënie
që e ka thënë një dietar gjerman se së shpejti do të vijë koha ku në recetat e mjekëve në vend të medikamenteve dhe ilaçeve do të shkruhet agjeroni dhe do të jetë ilaç i njerëzimit. Ramazani si shkollë shpirtërore, jo vetëm ata se ne rrim, nuk hajmë edhe nuk pejmë. Ne e dim shumë bukur se agjerimi në islam mund të radhitet në 3 stade apo në 3 kategori. Kategoria e parë dhe më e larta është agjerimi i pejgamberëve dhe eulijave, të cilët kanë agjeruar me gojë, me mend edhe me shpirt. Me gojë se nuk kanë hangër edhe nuk kanë pijë. Me shpirt se shpirti ka pas ndikim te goja dhe nuk janë mjaftuar me ata se nuk kanë hangër edhe nuk kanë pijë, por kanë pas shumë kujdes se çfarë kanë fol edhe me cilën kanë fol. Në Kur'an përmendet përgjigja shumë domethënëse e Hazreti Merjemes, kur e sulmojnë dhe akuzojnë Merjemen, Allahu xhaleshanuhu e mëson dhe thotë: "O Merjeme, thuaj se unë jam agjeruese." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë se shejtani padyshim se do ta bëjë veten. Do të intervenojë her pas heri te ne në marrëdhëniet dhe kontaktet mes njerëzve, mes palëve. Dhe në momentin që ndoshta do të marrësh kurajo, ti përmlidhesh, ti vërsulesh, kur je 100% i drejtë, me njëherë të bie ndërmend dhe thua unë jam agjerues. Dhe këthu i mbyllën krejt kapitut. Prandaj, agjerimi si shkollë shpirtërore, shumë njerëz që nuk i takojnë islamit, kanë mbresa të nalta për agjerimin dhe mënyrën se ne si e kryjmë agjerimin. Kanë edhe fe të tjera. Nuk hajnë ndirna, nuk hajnë ëmbëlsina, nuk hajnë mish, nuk e di çfarë. Unë do të kisha jetuar ashtu, do të kisha agjeruar krejt jetën. Por agjerimi në formën se si realizohet tek muslimanët është një mrekulli dhe është shumë dimensional. Edukon spaku trupin e njerëzit, edukon shpirtin e njerëzit, edukon shoqërinë në përgjithësi. Njerëzit gjatë agjerimit dhe gjatë muajit të agjerimit kanë raporte më relaksuese. Lexoj një ditë gjithashtu se për shembull Turqia, një shtet më i madh me numër banorësh, afër 80 milion musliman jetojnë në Turqi, dhe drejtori i përgjithshëm i policisë thotë deri në 80% gjatë muajit Ramazan bie niveli i krimeve në Republikën e Turqisë. Nuk ka vjedhje, nuk ka rrahje, nuk ka plaçkitje, nuk ka konflikte. Është një gjë që nuk mund ta bëjë policia, që nuk mund ta bëjë ushtria, e bën Ramazani. Prandaj besoj se ju sigurisht do të keni edhe pyetje tjera që do të ndërlidhemi me këtë të parën. Padyshim se agjerimi është një shkollë e cila ka një ndikim psikik, mendor, sociologjik, social, shoqëror të pazavendësueshëm në shoqërinë islame, në shoqërinë muslimane, atje ku agjerimi është prezent. Ju përmendet shumë shkaqe dhe shumë arsye dhe shumë dobi të cilat besimtari fiton në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, e posaçërisht shembuj të cilat i përmenden se ajo përveç tjerash ndikon edhe në përmirësimin e problemeve të cilat janë në shoqëri, përmirësimin e sjelljeve. Prandaj pyetja ime e radhës do të jetë: a mund ta quajmë Ramazanin si një festival apo si një krijesor të ibadeteve që i bën njeriu? Padyshim, kjo mund të themi lirisht se është nën çatin e asaj pyetjes parë se agjerimi si shkollë shpirtërore. Agjerimi muaj Ramazanit padyshim se është një festival ibadeteve.
një festival i sadakas, një festival i mëshirës, një festival i zekatit, një festival i leximit intenziv të Kur'anit, një festival i ibadeteve të shtuara, përfshi këtu edhe të faljen e teravive, një festival i solidaritetit dhe ndihmesës mes njerëzve, mes shtresave. Të pasurit kanë kujdes pak më tepër për fukarat, ata të mëkëmburit kanë ma tepër kujdes për jetimat dhe për ato nevojtarët, për skamnorët. Prezenca e besimtarëve në për xhamia është në numër më i madh. Aktivitetet fetare, humanitare, sociale, shoqënore janë më të ngjeshura, organizohen iftare grupore, organizohen iftare familjare, shoqënore, të shtresave të ndryshme. Bash para 3-4 netëve me një koleg bisedoj, tha, mësuesit e gjimnazit këtu të ne janë mbledh, kanë shku krejt me një iftar. Këtë e bën vetëm Ramazani. Këtë e bën vetëm atmosfera e agjerimit dhe begatit dhe nimetet e momentit të iftarit, ti mobilizoje 30 apo 40 mësuese që të organizohen shkojnë. Kështu sfera të ndryshme, punonësit, administratorët të komunës kanë organizuar bën një iftar, një shtres tjetër, një shoqëri tjetër, 3-4 shok, 5 shok, thirrën njëri tjetrit, 2 familje, janë të shpeshta rastet kur familjet e thrasin njëri tjetrin dhe është një pjesë e asaj se është festivali i ibadeteve. Unë do të ceki vetëm një shembull kur një sahabi pejgamberit a.s. jashtë Ramazanit kishte agjeru edhe kur dolën pi namazit akshamit, ai trokiti te dera e parë që ishte afër xhamis, shokët u habitën, tha, çfarë bën atje, tha? Hini mbrenda e pritën ato, hini mbrenda asaj familje, tha, unë kam agjeru sot, tha, çfarë keni për mua diçka të më nxjerrni në sofër. Kur erdhi një acej, ju tha, unë agjerova dhe i sigurova një kopje të sevapeve. Po hina të ata pa pritmas që edhe ata të kenë një kopje të sevapeve të meja duke më bërë iftar. Do me thënë, kjo është ajo esenca e shpirtit se Ramazani është festivali i ibadeteve. Nuk ka forma, nuk ka mënyra, janë krejt dyrë të hapuna. Në xhamin tonë, çdo ditë ne për shembull lexojmë mukabele. Edhe shoh që më bën përshtypje mua, janë 7-8 fëmijë aty, vinë një orë para me musafa, ftyrat ndrituna, kanë marrë abdest, i kanë hap musafat edhe presën hoxhën të fillojë leximin e Kuranit, edhe e ndjekin ato germ mbas germe deri në germën e fundit. Kjo ndodhen vetëm gjatë Ramazanit. Me i thonja 3 ditë mbas Ramazanit të vinë, një ditë do të vinë, 3 nuk vinë. Për Ramazan janë tregullt. Xhamati tjetër, në xhami vjen 5 minuta, 10 minuta para namazit drekës. Tash kur ka mukabele vinë 40 minuta, gjysmë ore para. Pse? Edhe thot hoxha, nëse nuk di ta lexoj Kur'anin, mbar do ta ndëgjoj. Sepse Kur'ani, vëllezër dhe ju shiqus të dashton, në këtë kohë të bekuar para iftarit, e dini se Kur'anin ta shiqojsh është ibadet. Ta ndëgjojsh është ibadet, ta studiojsh është ibadet, ta këndojsh është ibadet, ta interpretojsh është ibadet, ta mësosh përmendsh është ibadet. Subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse don ta ngresh derexhen tënde në xhennet, lexo sa më shumë Kur'an, sepse me leximin e Kur'anit ti ngren derexhet, e ngren cilësinë e vendosjes tënde në xhennet. Allahu xhaleshanu gjithëve na bëft nasib. Falja e teravive, vizita e xhamateve, dhënia e sadakas, dhënia e zekatit, subhanallah. Në këtë saje, se çfarë i motivon njerëzit gjatë Ramazanit të jenë më aktiv. Për shembull, 70-80% e xhamatit gjatë faljes së namazit sabahut për Ramazan janë rinist, që ditët tjera ma nuk i ke, ama begatia e Ramazanit, ai tipari dhe epiteti asaj se Ramazani është festival i ibadetit,
i vjen krejt këto mekanizma në lëvizje që me të vërtet ketë një atmosferë të jashtëzakonshme, një atmosferë shumë pozitive, një atmosferë shumë relaksuese, një atmosferë jashtëzakonisht e kënaqur me ato se çfarë shehsini dhe çfarë ndëgjon veshi. Asnjëherë nuk e harroj kur një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju folte sahabëve dhe shokëve të vet në Medinë për pejgamberët e mëparshëm, për Ibrahimin, për Isaun, për Musaun e tjerë. Dihet se këta kanë jetuar shumë dhe popujt e ty në ato që i kanë ndjek dhe i kanë besu pejgamberët kanë bo një kohë gjatë shumë ibadet. Edhe njani prej këtine i tha: o pejgamberi Allahut, tha, Musaj a.s. është pejgamber, Musaj a.s. është pejgamber i cili foli me Zotin dinja. Dhe popujt e Musajt, Ibrahimit dhe të pejgamberve tjerë gjatë kohë kanë bo ibadet dhe adhurime, kurse ne jetojmë shkurt. 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet në ibadet. Nuhi për shembull thuhet 950 vjet jetoi duke adhuru Zotin. Që sigurisht ka jetuar më shumë se 950 vjet i ka kaluar në adhurim. E ne atë kur do t'i mrejmë këto e mërzitën, thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë me një momentet të ndala dhe sura El Qadr, vetëm do t'a përmendin një ajet, ju sigurisht keni bo tema tjera për natën e Kadrit, ose do t'i bani ende. Vetëm këtu do t'a kaloj, thët Lejletul Qadri khairum min alfi shahr. E thonë, nata e Kadrit është ma e mirë se 1000 muaj, ma e mirë se 83 vjet ibadet bësh pa ndërpreje. Por njëse njeriu për shembull 10 vjet me radhë e pret natën e Kadrit, që i bani 800 e mreni Nuhun, më kupton. Do të thonë Allahu xhaleshanu ja dha këtë tjetra. I tha, o besimtar, unë do t'ju jap një mishdhe që nuk e ka pas asnjë pejgamber dhe asnjë ummet para jush. Cili është, i thanë ja Rasulullah? Thanë se kur Musai alayhi salatu wassalam bisedoi me Allahun xhaleshanuhu, ndërmjet tij dhe Perëndis kishte 72.000 perde. Kurse agjeruesi, kur vjen momenti i iftarit dhe i ngren dorën t'i lutet Allahu xhaleshanuhu, ndërmjet tij dhe madhnisë Allahu xhaleshanuhu nuk ka asnjë perde. Në thonë, duaja e këtij pranohet direkt Allahu xhaleshanu, pa asnjë pengesë. Dhe kjo është një mirësi që Allahu xhaleshanu i ka bo ummetit Muhammedit pikërisht në këtë muaj të festivalit të ibadeteve. Pjesë e këtij festivali, pjesë e ibadetit, se ne kur thomi ibadet, me njëherë mendojmë se të marrish abdes, kthehesh ka kibla dhe të falish 100 rekat pas selam. Jo. Edhe 3 Ikhlas i Sherif, një Vel Asr, një Fatiha, ta këndosh është ibadet. Ti marrish tespit 99 herë të subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, është ibadet. Të marrish një zok, një pull të ushqish, në emën të Allahu xhaleshanu është ibadet, një kafshës t'i japësh ujë është ibadet, një fukara, një jetim t'a limosh, vetëm t'a limosh është ibadet. Besimtarin t'a shofësh me buzë qeshën është ibadet, të besëm, është sadaka, subhanallah, sadaka. Çfarë do me thënë sadakaja? Sadakaja që është pjesë e ibadetit që e përbën festivalin e agjerimit Ramazanit, zekati, të dashur musliman besimtar, zekati bëhet me laps. Nëse nuk din ta llogaritish vetë, shkon te hoxha, te imami, edhe i thuhet çfarë pasurie kije, sa pare kije, sa altana kije, sa mall kije, çfarë kije për dhënë zekat, i shkruan letër, here kaç, del llogaria e pastrove, deri në vitin tjetër je i lirom. Ama sadakaja është diçka tjetër kret, që është pjesë e festivalit të ibadete. Prandaj e emëruam shumë e qelluar me pyetja juaj Afet Efendi, se Ramazani si festivali i ibadeteve, për shkak se nuk kufizohet agjerimi vetëm të largohesh për bukës edhe për ujit, po është një aktivitet, është një azhurnim maksimal i besimtarit islam, si në sferën individuale, ashtu edhe në atë shoqërore dhe sociale. Sadakaja nuk ka kufizim.
nuk ka kohë, nuk ka sasi, nuk ka laps, nuk ka llogari. Prandaj sadakaja në disa raste për mendimin tim është shumë më e favorshme se zekati, për shkak se nuk kufizohet në sasi edhe në kohë. Tjetra, neve na kanë tregu profesorat e mi kur ishim në Stamboll se në disa pika të Stambollit ka pas disa gurzi të mëdhenj dhe u kanë thënë zekat tash. Guri i zekatit, guri i sadakas. Brenda gurit, guri në masin më të madhe si kjo tavolina, ka pas një birr në mes të gurit dhe pasonikët në kohën e iftarit kanë kalu edhe kanë lanë një sasi të hollave. Pare atëhershme cile ka qenë nuk e dhja dukat, i kanë lanë ato birët, e nevojtarët kanë ardhur dhe kanë marrë mësandej sa kanë pas nevojë, jo ti marrin krejt. Unë thëmë sot, subhanallah, sa ka ndryshohu njerëzimi, sot me vonë ashtu gurzish ato të pare që do të vinin, do të mirnin për tjerët nuk linin. Ama gjithmonë ajo mësimi islam, neve na kujtohet lufta e Bedrit, ato nanët muslimane që shkonin dëshmorëve e Bedri, gjithashtu është pjesë që ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Muajin e Ramazanit, nanat, motrat muslimane kanë qenë në prapavi të frontit. Dhe ata ushtarë që kanë qenë të plagosën, ju kanë lidh plagët, ose ju kanë lag buzët, ju kanë dhënë ujë të pinë. Është një ndodhi, duhet ta ceki këtë se çfarë terbie dhe çfarë edukate na ka dhënë Islami. Një motër muslimane e merr ibrikun me ujë dhe shkon te i pari që është i plagosur në rand. I thot pi ujë vëlla. Ai thot ai tjetri është më i etshëm se unë. Shkon te ai te i katri, ke i pesti, ke i gjashti, 10 plagosën. Asnjëri nuk pin ujë, thot ai tjetri më i etën se unë. Edhe kur kthehet ke i pari, ke i ka vdek, i diti ka vdek, asnjëri nuk ka pi ujë duke menduar se ai tjetri është më i etshëm se ai. Domethënë Islami kështu na mëson. Gjithmonë atë plagën e atij tjetrit ta shohim si plaga jon, mungesën e atij tjetrit si mungesa jon, kënaqësinë e atij tjetrit si kënaqësia jon. Po që nderuar, me të vërtet shembujt të cilët i përmendet ishin të shembuj shumë të rëndësishme, të cilët besoj se ndikojnë në shpirtin dhe në zemrën e çdo besimtarit, ti përjetoj këto mirësi të cilët Allahu Xheleshanu i ka falë në këtë muaj të ndekuar të Ramazanit. A mund na thoni për ndikimin e Ramazanit në ngritjen e vetdijes islame dhe në përgjithësi në veçanti tek rinia jonë? Ramazani dhe ardhja e Ramazanit detyrimisht ndikon në ngritjen e vetdijes dhe vetdijsimit individual edhe shoqëror të muslimanët, të besimtarët musliman. E para, neve qish kur vjen muaj Rexhep, fillojmë me azhurnimin dhe ngacmimin e atij genit se o musliman hapi sejt se vjen Ramazani. Porosia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe hadithi i mirënjohur i profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaban wa ballighna Ramadan. O Zot, na mëshiro në muajin Rexhep dhe Shaban dhe na mundso që ta mrim dhe ta presim muajin Ramazan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një psikolog i jashtëzakonshëm, një pedagog i pa arritshëm. Sa larg e bretet. E përgatitën muslimanët dhe thotë: o musliman, shtoje intensitetin e ibadetit, agjiron një të han, agjiron një të ejte, agjiro të parën, 15-ën, 30-ën, të muajit Rexhep, duke u përgatit, duke u ngrinë shpirtnisht për mirëseardhjen dhe pritjen e muajit Ramazan. Domethënë, kjo është e para. E dyta, muaji Ramazan, prap do të themi nanat dhe pleqët tonë na kanë mësuar dhe na kanë thënë se për shkak se ne këtu jetojmë me një shoqëri të përzime, sidomos në qytete ka edhe të feve tjera, edhe na mësojnë ata besimtarët e moçën se ortodoksët për shembull ose katolikët, atje ku jetojnë muslimanët me katolik në Kosovë ose në Shqipëri, për respekt të muslimanëve, gjatë muajit Ramazan nuk kanë ngranë dhe nuk kanë pej publikisht. Ashtu i kanë edukuar edhe fëmijët e vet, ka thënë hani pini, por jashtë mos dilni me bukën ose me ujin, për shkak se muslimanët dhe fëmijët e muslimanëve agjerojnë. Domethënë kjo
jo vetëm të muslimanët, por edhe tek tjerët ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm për shkak se Ramazani si muaj i begative, si muaj i Kur'anit, si muaj i mobilizimit total të muslimanëve, si ngritja dhe afirmimi i vlerave edukative shoqërore islame, dhe vetë Kur'ani në atë pjesën edukative është shumë prezent gjatë muajit Ramazan. E para thamë se muslimani është shumë më i qetë, shumë më i kontrolluar, shumë më kooperativ, shumë më mirënjohës, shumë më tolerant në raportet njëherë me vetveten, masandej me antarët e familjes vete, shtëpiakët, masandej me rrethin, me kushit, me fqinjet. Ftyra islame, ftyra e muslimanit i cili është agjerues ka një dritë tjetër gjatë muajit Ramazan. Agjeruesi merr një pamje tjetër, është më i qetë, është më i freskët, është më fleksibil, është më tolerant, është më atë krahnorin e ka më të hapun, është më i gatshëm të ndihmoje, është më i gatshëm të sakrifikoje në të mirë të atij fukaras, të jetimit, të islamit, xhamisë. Për shembull, të shpeshta janë raste që neve se imama edhe hoxhallar vijnë njerëz gjatë Ramazanit edhe thotë hoxha efendi, çfarë keni nevojë, diçka t'japim ose të blejmë ose diçka që mungon ta blejmë, ta bijena, ta pastrojmë xhamin, ta bëjmë që nuk i bëjnë këto jashta. Domethënë, nuk i bëjnë këto jashta Ramazanit, domethënë. Plus asaj që edhe ata si individ janë më shumë prezent në ibadete, në xhami, në faljen e namazit, janë aktiv në dhënien e zakatit, në dhënien e sadakas. Te ne është e bo tradit, tregojnë edhe pleqët se besimtarët tonë gjatë Ramazanit krejt borxhet apo obligimet që kanë, për shembull ujtin ta paguje, rrymën ta paguje, këtë ta paguje, atë zakatin ta jape, hakun e hoxhës, imamit, xhamis ta paguje, krejt i mbledhin i bëjnë për Ramazan. Pse? Kjo nuk është e rastet, unë shumë e kam studiu, subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yadhlamun. Sadaqallahu alazim. Kush ban një vepër të mirë, Allahu xhaleshanu atja pagon me 10. Normal. Kjo është mirësia e Islamit, kjo është motivimi i njerëzve dhe motivacioni pikërisht fillon prej këtu, se thot nëse bëj një punë të mirë, Allahu xhaleshanu më pagon 10. Po nuk ka një bank, nuk ekziston një bank edhe ata të Kuvajtit, që të shkojmë unë e te edhe atje t'japim ka 1.000 euro, edhe ata të na kthejnë neve mbas një viti ka 10.000. Jo. Allahu xhaleshanu thot men jaa bil hasanati falahu ashru amthal. Kush bën një vepër, një punë të mirë, punë 10 fishin apo. Ramazan është 70, 700, 7.000, 70.000, 700.000, subhanallah. Se kjo shtatëshja, ma ka tregu një profesor, në ka spjegu shumë bukur, dhe shtatëshja, 7, nda 70, nda 700, nda 7.000, shtatëshja është maksimumi për shkak se janë 7 ditë. Dhe shtatëshja, 70, 700-sja tregon një pafundësi. Do të thote, kjo përputhet plotësisht me atë hadithin kutsi të Allahu xhaleshanu i cili thot es-saumu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi bëhet vetëm për mua. Krejta ibadetet mund të kenë diftirësi, mund të ketë imitacion, mund të ketë ndonjë motivim tjetër përveç Ramazanit. Ramazani dhe agjerimi bëhet vetëm për hir të Allahut xhaleshanu. Nëse njeriu nuk është shumë i vendosur dhe nuk e ka besimin në zemrën e vet të Allahut xhaleshanu, nuk ka fort që mund ta detyrojë njeriu të agjerojë dhe t'i futet krejt kësaj, domethënë ta shoqërojë me teravih, ta tjetë munges në xhum, tjetë më aktiv në punë. Unë kam qenë 6 vjet imam në Zvicër. Mu më thoshin xhamati jem hoxha efendi, ne minimum 20-30% punojmë më tepër ke firma për Ramazan, vetëm që mos na thotë Zvicrani, Gjermani se shive muslimani agjeron edhe e kalan punën. Ma shumë punë bëjmë. Mundohet punoje ma shumë, pa buk, pa ujë, vetëm që të arsjetoje atë se është adhurus i fejes vërtet dhe i Zotit të vetëm atë i qofshin falë Allahu xhaleshanuhu, dhe se agjerimin e bën vetëm për Allah, për asnjë gjë tjetër.
O që nderuar, pasi jemi në fund të emisionit, neve nuk në mbetet asgjë tjetër, përveç se t'u falenderojmë për këto fjalë të bukura të cilat ju na i përmendet neve dhe teleshikuesve tanë në kohën më të bukur, në kohën e iftarit. Me të vërtetë unë vetë i përjetova këto porosi, këto këshilla që ju i zgjodhët në këtë legjerat dhe as pak nuk dëshoj se këtë e ngjejtën edhe teleshikuesit tanë ishin dë pjesë të zgjedhura të këshillave tuaja për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, për mirësitë e këtij muaji të bekuar, shpërblimet dhe dashur Allahu xhaleshanuhu që të gjithë ne të arrijmë këto mirësi në këtë muaj të bekuar. Prandaj ju falenderojmë për kohën që gjetët, që ishi pjesë e këtij emisionit, duke i lutur Allahu xhaleshanuhu në këtë moment, në kohën më të dashur, në kohën para iftarit. Inshallah Allahu xhaleshanuhu pikëpari t'u japë shëndet dhe mirësitë e tij në këtë dhe në botën tjetër. Teleshikues të nderuar, në fund të këtij emisionit i lutemi Allahu xhaleshanuhu që edhe juve për këtë kohë, për këtë moment që ishi pjesë e këtij emisionit, inshallah Allahu xhaleshanuhu edhe juve të shpërblej me mirësitë e tij të pakufishme në këtë botë dhe në botën tjetër, duke ju lutur Allahu të lartësuar që pikëpari t'ua pranoj agjerimin që bëhet edhe sot, t'ua pranoj çdo lexim të Kuranit, çdo namaz që keni bërë dhe çdo vepër të mirë që ju e keni bërë në këtë ditë të bekuar, pasi në legjiratën që sonde ndëgjuam, hoxha i nderuar na përmend se shpërblimi i veprave në këtë muaj është 700 edhe diçka edhe më tepër se ajo, do të thonë është i pakufishëm, atë dim vetëm Allahu i lartësuar dhe dashur Allahu i lartësuar që shpërblimet tona në këtë muaj të jenë të pakufishme. Me shpresë dhe shifemi sërish edhe në emisionin e radhës, deri atëherë mirëmbëçi dhe ndahemi nga ju me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begati të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju.